Top Albania Radio at the movies. Rikthehemi në The Movies dhe ka ardhur momenti që unë dhe Edi të bëjmë sugjerimet tona, vetë sugjerimet tona, kriticizmin ton, lë për të dëshiruar gjithmonë, por ne vazhdojmë dhe e bëjmë dhe nuk kemi të ndalur. Shiko, duke këm ngulur kaq shumë, kur jemi shumë kritik të mirë. Unë mendoj që jemi thjesht njerëz që shohin shumë filma, gjë që i bën të kenë lista të gjata me sugjerime. Po çfarë bën një kritik të mirë filmi, përveç se shikon një tjetër shumë filma dhe arrin që nëpërmjet këtyre filmave të bëjë një krahasim. Një shkollë regjisore mendoj, një skanim i secilit shot individualisht. Ne jemi shumë njerëz emocional dhe indoktrinohemi nga ploti. Ne jemi për tjetër gjë këtu. Ne jemi ne na pëlqen skenari, ne mund të jemi skenarist shumë të mirë, sërish të vet shpallur, por mendoj që regjia e vërtet kërkon syrin e një regjizori. Janë terminologji dhe detaje që ne i humbim si popull i thjeshtë. Nëse ne të dy do ishim ekip për bërjen e një filmi, do të doja unë, jo se po e konsideroj veten, po do të doja unë shumë që ti të ishe skenaristja dhe unë regjizori, se që ti shkruan më mirë edhe besoj je më in me skenaret e tua, ndërsa unë mund të jepja një prekje regjis. Këtë audio do ta nxjerr dhe do ta vë si zile sa herë më telefonosh. Mirë. Sot jemi për filmat që flasin për fundin e botës. Kë ke zgjedhur ti? Nuk e di pse, zgjedhja e parë që më shkoi ndërmend ishte Melankolia. Nuk e kam parë këtë film. Melankolia ka një vlerësim prej 7.1 nga IMDb-ja, mund të debatohet si një nga filmat më të mirë. Ndjek historinë e dy motrave. Njëra prej tyre, e luajtur nga Kirsten Dunst, është duke u martuar dhe supozohet që kjo të jetë dita më e lumtur e jetës saj, ama është e zhytur në depresion dhe mundohet të duket e lumtur dhe e plotësuar përballë familjes së saj. Metaforikisht, në të njëjtën kohë, një planet blu me emrin Melankolia po i afrohet tokës duke sjell fundin e saj. Është një film për ata që gjejnë bukurim tek melankolia dhe tek nostalgjia. Gjithmonë pasi shihen filma të tillë, unë i kategorizoj njerëzit në dy grupime. Është ai grupimi që thotë çfarë dreqim pam, sa e zymt ishte kjo që pam, dhe është një grupim tjetër që thotë kjo ishte ikonike, ishte limerence, ishte kinema e vërtet, dhe Melankolia, po ta shikosh trailerin, është vërtet kinematikisht për mua është 10 nga 10, ndoshta skenari do t'i gjeja ndonjë tek këtu ka disa ujëra që mund të hiqeshin ose mbaheshin e të tjerë, ama mendoj që për shkak se ka një grupim që e shikon si ikonik këtë film, edhe kritikët dakordsohen me këtë, kështu që jam e lumtur që jam pjesë e këtij grupimi që gjen të bukurën tek trishtimi. Mendoj që janë të paktë ata që e shohin këtë, njerëzit duan të shkojnë, dëgjoj shpesh herë këtë, dua të shkojnë në kinema që të ndihem mirë dhe të dal duke qeshur, ndonjëherë dua dhe thjesht të shkoj dhe të them tragjike. Nuk e di pse më ngroh kjo gjë dhe më mbush në një nivel shumë të madh se gëzimi. Absolutisht që po. Di që më shikon. Po në terapi ke shkuar. Jo, edhe mua më pëlqen që her pas here të dal i surprizuar ose në anën e kundërt të asaj çfarë prisja. Dhe unë nuk jam fare nga këto që dua të shkoj në kinema dhe të dal duke e parë jetën tmerrsisht të bukur. Ndonjëherë dua të gjej edhe ato të vërtetat e hidhura që secili prej nesh i përjeton në këtë jetë. Shumë interesant, nuk e kam parë dhe as nuk kisha dëgjuar, me thënë të drejtën, për Melankolia, kështu që do të jetë i pari në listën time. Ndërkohë, unë bëra një lloj përzgjedhje, megjithatë nuk mund të rrija pa përmendur Armageddon, që besoj duhet ta kesh parë, nuk po e sugjeroj sepse domethënë kam përshtypjen që shumë prej nesh ose ata që i kanë qejf filmat e kanë parë. Nëse nuk e keni parë, ka bërë vaki që nuk e keni parë, duhet ta shikoni me patjetër, është cilësuar si një ndër më të mirët e kësaj kategorie. Flet për një grup astronautësh të cilët dërgohen në hapësirë për të goditur apo për t'i dhënë fund një meteori i cili i është drejtuar tokës. Dhe kasti i aktorëve është i jashtëzakonshëm, megjithëse në një moshë shumë të re, po është Owen Wilson, është Ben Affleck, është Liv Tyler, është Owen Wilson dhe thash Steve Buscemi. Pra ka pafund aktorë të mirë.
dhe është një ndër filmat klasik me këtë lloj tematike që duhet parë me patjetër. Dhe një që doja të thoja që këtë e kam qejf, unë ta kam përmendur edhe një herë tjetër në mos gaboj, Snowpiercer titullohet. E dashuroj Snowpiercer, kam parë serialin, jo filmin, kam parë serialin dhe e kam glabëruar njëm seri për seri si një njeri obsesionuar kompulsiv. Po e di që ka dhe një serial, po unë kam parë filmin dhe ati po i referohem, po gjithsesi tematika është e njëjtë, bota është shkatruar dhe të gjithë njerëzit po jetojnë tashmë në një tren ku sigurojnë ushqimin e tjerë, po ky tren është i ndar gjysma me klasa, po domethënë kryesisht gjysma e trenit nga fillimi jetojnë të pasurit dhe të varfrit janë lënë në fund dhe ka gjithmonë një luftë për mbijetesë mes të dyja palëve, shumë i bukur. Ai miksimi apokalips dhe ndarja e klasave sociale është nuk e di, është një combo jumbo shumë e bukur, edhe mendoj që aty ndihet më shumë se në çdo film tjetër kjo ndarja klasore dhe përpjekja që ti të jetosh pak më mirë se sa në mjerim. Sugjerimi im tjetër është Don't Look Up, që ishte sensacioni 2021-shit, është sërish një film që nëse nuk e keni parë shiheni, ka një vlerësim prej 7.2, ndoshta filmi që parashikon në mënyrën më të përafërt reagimin ton kundrejt fundit të botës. Mendoj unë, dy astronom zbulojnë se një meteor po i afrohet tokës, bëjnë një tur nëpër media për t'ja treguar këtë tragjedi që po vjen njerëzve dhe njerëzit vazhdojnë të jenë të shqetësuar çfarë veshën vipat në tapetin e kuq, gjë që mendoj ishte edhe reagimi që ne kishim kur morëm vesh për alienët dhe nuk bëm asgjë. Me Leo DiCaprio apo jo, që u përfol shumë, po shumë i bukur është edhe ai. Mirë, kaq kohë kemi, megjithatë janë plot 4 filma që ju sugjeruam edhe bëni mirë që ti shikoni. Shkojmë tani me kolonën zanore të Armageddon, legjendarja I Don't Wanna Miss a Thing nga Aerosmith. Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies edhe për këtë javë. Nëse keni kohë të lirë këtë fundjavë, vraponi për në Cineplex, jo të shkoni, të vraponi dhe të shikoni ose Snow White ose Black Bag. Janë dy premierat e reja, krahas shumë të tjerave që sigurisht janë në program prej disa ditësh tashmë. Ndërkohë kemi dhe fituesin e quizit për javën që po lëm pas. Ne në Instagramin e Top Albania Radio hedhim çdo të premte nga një quiz ku hedhim një pasazh të shkurtër videoje pa zë dhe ju duhet të gjeni se çfarë thot aktori. Do you speak English nga filmi Rush Hour dhe fituese është Aisa Kadia. Ndërkohë pas pak do të gjeni quizin e radhës në faqen tonë. Bashkë do të jemi ndërkohë të premten e ardhshme. Deri atëherë kalofshi sa më bukur dhe shijoni këtë pranverë që ka ardhur tashmë.